Gjibëni si jeni si më vitë, unë si shikoni kene pikë të sabaut, ora 11, vendosa të bëj një pasticcio. Makaronat të shikoni atje, kiman, mishi grirë do me thënë, e zjeva që nga dje në dark. Edhe kjo është besameli që bëra vetë, 1 litre gjysmë qumësht, 7 lugë miell, 3 vezë i hodha pastaj, i hodha në qikë kefalograviera brenda djath, si quhet, edhe i hodha dhe në qikë moskokarido. Moskokarido si quhet shqip nuk e di, do ma thoni juve. Edhe i hodha, që i hodha edhe djathin e thashta edhe gjalp i hodha. E taj do fillojmë ta shtrojmë në makarona, kam hedhur një qikë djath brenda, kështu graviera, kefalograviera, ku du se qëfar ishte. Ta shtrojmë avash avash. Hodha gjysmat e makaronave dhe pak më shumë. Tani do hedh mishin e grirë, kimando me thënë. Këto këtu janë biskotat që bëra dje. Kur t'i vi mbarnin, s'do t'a qoj dhe video. Ja kështu e hedhim të gjithë kimanën. Dhe vazhdojmë. E hodhëm dhe kiman dhe vazhdojmë me gjysmat e makaronave të tjera. Tani në kam zirë pak më shumë, nuk u bëgjit, nuk o t'i hedh. Po që se besoj, jo. Ta me amjanë. Ja t'i hedhim dhe makaronat edhe më ngeli besameli. Dhe e mbyllim serialin me besamelin. Ja. Ua thashë për bërësit e besamelit, sa kjo është i hedhë, sa miell, e shtu tira i hedhë brenda. Ja ta shtroj mirë ta hapë, edhe ja dhe pas t'i tu ashtë gati, do t'i hedhë pak djath për mbi të, që të pitjet të bëhet ashtu crunchy, si quhet. Ja bëj krac. Edhe shihemi për pak me përfundimin. Po më tregon dhe Nina fotografi, nuk e pret dhe aje të puna. Dale, me prit, da. Ja dhe pasi që ashtë gati, shikoni sa e mirë t'i doli. Në sy, pa tani në gojë, kur ta provojmë do t'u themi. E ja, mblodha dhe pak shtëpin, i ka tani, të bëj pak gimnastike dhe unë, që pasaj të hapa si qërë me rehat të mos njem fajtore që henga shumë tani. Ja, ka kaloni një të djelë sa më të bukur. Ciao, ciao njerës!